Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shqiptuar 30 dënime me para dhe 12 ndalesa për punë gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme në Gostivar. Shkaqet e këtyre dënimeve në gjithsej 70 kontrollet e realizuara në rajonin e Gostivarit ishin mos zbatimi masave të dezinfektimit, deratizimit, mos respektimi detyrimit për kontrollet të detyrueshme shëndetësore të punonjësve, si dhe operatorët e paregjistruar të ushqimit. Lidhur me parregullsitë e identifikuara mos zbatimi i masave të dezinfektimit dhe deratizimit 5 operator, mos zbatimi i ekzaminimeve të detyrueshme shëndetësore të punonjësve të 18 operator, u gjetën 11 subjekte juridike që nuk ishin regjistruar si operator ushqimor pranë AUV, për të cilat, përveç gjobës, atyre ju ndalua përkohësisht edhe kryerja e aktiviteteve të tyre deri në regjistrim. Gjatë kontrollave janë hasur 2 operatorë se si po shqisnin ushqim jo të sigurt, në sasi prej 18 kilogramëve. Bëhej fjalë për salqiqe, kos, jogurt, sallam dhe gjalp. Për parregullsitë e identifikuara përveç ekzaminimeve të detyrueshme shëndetësore për punonjësit e operatorëve të ushqimit, ndalimeve për kryerjen e aktiviteteve 12, paralajmërimeve dhe urdhrave për eliminimin e mospërputhjeve me kontrollet, u shqiptuan 30 gjoba në një shumë totale prej 7.750 eurosh në kundërvlerë në denar. Caki kontrolleve të agjencisë ishin operatorët e ushqimit si kafeterit, picerit, furrat e bugës, pastiqerit, qeveptoret, objektet e paketimit të frutave dhe perimeve, si dhe operator tjerë ushqimor. Ndërsa qëllimi ka qenë që të vërtetohet nëse operatorët nga rajoni i përmbahen ndalimit të miratuar të AUV-s për mos përdorimin e ujit nga sistemi furnizimit me ujë të Gostivarit, por theksojnë se nuk janë gjetur parregullsi të kësaj natyre.